punoj 9 vite si bollniçar në repartin e neurologjisë. Me thonë, 9 vite jemi përballë me sfida, do me thonë, me Covidin, me shumë sfida. Mbas 9 vjetëve, do me thonë, punë, pa sigurim pensionar, pa sigurim shëndetësor, mbas 9 vjetëve zaventsohem me personel, do me thonë që kam punu si motra, nuk e di, si njofëm, faktikisht si njofëm. Zaventsona me personel motra, veç për ta zonë një vend pune, ta zonë vendin tem. Do me thonë, gjithë 9 vjetë kemi... Kjo nuk o e drejtë. Do me thonë, premtime kemi pas 9 vjetë, për 9 vjetë. Premtimi fundit pi ministrit, prej ministrit, prej drejtorit, prej kryetarit komunës, erdhë ministri na premtoj, do me thonë, se ne krejt që kemi punu, do me thonë, gjatë kësaj kohës, do morim vendime. Kjo nuk u bo. Do me thonë, betëm rrugve, kështu si jemi. Dalëm protestat, kërkojmë drejtën tonë, mundin tonë që kemi dhonë, kjo so e drejtë. Besoj se jo.